السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet I takojnë Allahun xhalla xhelaluhu, vetëm ato e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë ja dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu me falenderimet të vazhduara dhe të pandërprera për mirësinë që na ka dhuruar dhe na ka mundësuar që na dhe sonte të prezantojmë në këtë xhami dhe në këtë shtëpi të Allahut xhalla xhelaluhu, ku shpresojmë që Allahu xhalla xhelaluhu të na ketë kapluar me mëshirën e Tij. Dhe na kërkojmë prej Allahut xhalla xhelaluhu vazhdimisht se ai është dhuruesi më I madh. Në dorën e Tij janë tepot e pashterura dhe Allahu xhalla xhelaluhu është ai I cili I jep dhe dhuron dhe veçon kandon nga robërit e Tij dhe zgjedh kanë ta don Allahu xhalla xhelaluhu e ta nderon. Dhe kjo është një nder e madhe që na sonte jemi këtu duke u munduar që të kryjmë ibadete dhe duke I paraqitur lutje Allahu xhalla xhelaluhu. Lusim Allahun xhalla xhelalu që Allahu të gjithat I pranon nga ne. Me të vërtetë o vëllezër se fillon sikur që jemi duke u gëzuar dhe sikur që jemi na duke shijuar ibadetin, adhurimin, po ja vetëm dhe fillojnë dhe ditët e këtij muaji ngadal edhe të kryhen dhe të mbarojnë. Nuk na ka ngelur thujse 3-4 ditë që na ta mbarojmë këtë muaj. Dhe me të vërtetë se shijen të cilën e shijojmë këtë ibadet, problem të shijojmë dhe pastaj në ditë tjera. Këtë tubim që shijojmë kështu së bashku, problem të shijojmë pastaj dhe në ditë tjera. Secili vazhdon në vetminë e tij, ashtu sikur që din ai të adhuron Allahun e tij. Po ky muaj me të vërtetë mirësia e madhe që ta mundëson që në xhamit Allahu xhalla xhelalu në shtëpinë e Allahu xhalla xhelaluhu që ti të bashkohesh me vëllezërit edhe të kalojsh kësi çaste të bukura të adhurimit dhe të kënaqësisë së shpirtit. Padyshim se kjo është një mirësi që Allahu xhalla xhelaluhu na ka nderuar, lutim Allahun xhalla xhelaluhu që mos na privon dhe nga ajo nata më e vlefshme e cila është nata e Kadrit. Që shpresojmë inshallah që të arrijmë në këto netët e fundit. Atëherë vazhdojmë me pyetjet tona. Tamam. Sot jeni më të përgatitur më duket apo jo? Talebet thanë, na I dim po na vjen turp që të përgjigjemi. Atëherë inshallah një pyetje për një libër. Lëvlishtja e dritave është jeta e profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pak më e madhe se ajo tjetra, e inshallah kush përgjigjet përderisa është libra për jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë pyetja është kështu. Kjo pyetje pa shpjegim. Kurse tjetrën do ta bëjmë me shpjegim. Tamam? Cila ishte betejë e fundit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që pa të marrë pjesë? A është libra jetës Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? E keni lexuar apo? Ma herët të shim nektarin e vëllosër e keni lexuar. Ku është ai Adnani që disa herë më bën pyetje për kum lexuar kështu historia ti di s'ka nevojë derse me prezantu. Librat I ka lexuar, thot I di krejt. Ai ka lexuar dhe ka harru. Me të vërtetë lexon shumë, po
nuk e di çka është problemi. A thuhem a i kujtohet dikuja? Ta parafrojmë pak apo jo? Mbrom që treguam diçka. Natën e kaluar e treguam diçka. Për një sahabi të pejgamberit selam që ka qenë jo betejë Bedrit e para, betejë. Bravo. Ha? Betejë e Uhudit e dyta betejë. A di që mëran? Cila? Betejë? Tebukut, apo? Betejë e Tebukut. Bravo. Betejë e Tebukut, do të thonë thuhet për mbledhëse që betejë e fundit e cekëm në dersin e kaluar, por atë nuk e bëna pyetje që të ngelim, do të thonë, në pyetjen e sontme që ta bëjmë, do të thonë, atë pyetje. E fundit që ke pejgamberi selam, ku e cekëm, do të thonë, mbron me betejën e Tebukit që ka dalë, do të thonë, Imam Abdurrahman ibn Aufi. Bujron librin, Allahu është problem. Dhe Allahu është problem. A e mojtë të menda jo? Një pyetje tjetër, tash vinja mendën mirë, për një sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte me të vërtet një burr i madh, një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e donte Allahun xhelle xhelaluhu, e që për to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa thonë, sikur që transmeton Imam Ahmedi, që një herët Omer ibn Khattabi radiallahu anhu tha sikur të kishte pas mundësi dhe të kishte qenë gjallë ky sahabi, mos e përmendem emrin, do ta lisha përgjegjës, dhe nëse më kishte marrë në pyetje Allahu xhelle xhelaluhu për to se përse e vendose, do të kishte na thonë, o Zot, e kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke thonë se innehu yuhibbullaha haqqan min qalbihi. Ai është një njeri që e don Allahun xhelle xhelaluhu me një dashuri të vërtetë në zemrën e tij apo nga zemra e tij. Ky është sahabiju i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o vëllezër, që e donte Kur'anin shumë dhe ishte lexuesi i Kur'anit shumë. Derisa aq shumë e lexonte Kur'anin, sa që ky sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur migruan për në Medinë, ky burr ishte i cili para se të arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky pa të dalur imam sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe ja u falte kohët e namazit, dhe në këtë prezencën e tij ka qenë dhe Omeri radiallahu anhu në atë kohë, por nga vlera që kishte shumë dhe që e lexonte Kur'anin mirë shumë dhe që dinte shumë nga Kur'ani, ky dilte dhe imam ja u falte namazin këtyre shokëve të pejgamberit sallam kur migruan në Medinë para se të shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa një herë, po këtë që dua ta cekoj si ngjarje, transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah nga Abdurrahman ibn Sabit, i cili tha nga Aisha radiallahu anha, tha se më ka treguar Aisha radiallahu anha se një herë tha u vonova nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke kaluar por në shtëpi edhe për rreth xhamis, për arsye se dhomat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte afër xhamis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sigur që e keni pa këto të cilët kanë shkuar në umra apo në haxh, e keni pa se, do të thonë, dhoma e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa afër ngjit ka qenë me xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha radiallahu anha tha, duke kaluar për në shtëpi të xhamia, e ndëgjoj një sahabit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një zot të bukur, duke lexuar Kur'anin aq bukur mirë, sa që më tërhoq vëmendjen, tha dhe u ndala ta ndëgjoja derisa u vonova për të shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E tha kur shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te dhoma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ma habasek, çka ndaloj apo çka të pengoj edhe çka të vonoj kaq shumë? Tha ja Rasulullah, një shok i yti kur kalova në xhamin tonde e pash dhe ndëgjova në xhami një zoj bukur
shumë i Kur'anit dhe sa bukur mirë rjesht shumë që ndëgjon të Kur'anin e Allahut, unë ndala që ta ndëgjoj atë zërin se kush ishte nuk e di. Tha merr paltën pejgamberi sallam dhe del që ta ndëgjon kush o ky sahabi. E kur e shef këtë sahabi, pejgamberi sallam mos ta cekë me emrin, tha alhamdulillahi alladhi ja'ala mithlu hadha fi ummati. Tha falënderimi i takon Allahu xhela xhelaluhu që ka bërë si shembulli i këtij në umetin tim. E pra, kush është ky sahabi o vëllezër? Kush e gjen përgjigjen? E merr libron Virtytet e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, që ja vlen me lexu me të vërtet. Tamam. Deri tash u cek kush? Abdurrahman ibn Auf, apo? Kush është për Abdullah ibn Mesudit? Shumica, të shumë tjerët. Pse Abdullah ibn Mesudit, pse ndëgjohet se Kur'anin mirë, apo? Dhe ky sahabi është një ashtu nga hadithi të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu, i cili tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam merr një Kur'anin nga 4 shokët e mi. Tash këto i ka cek me emrin, unë nuk i ceki se ju duhet me gjetë. E njëri prej atyre 4 që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porositi që të merret Kur'ani është që ky sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe se ky sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bjen shahid në betejën e Yemamës. Atëherë kur në kohën e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, kur njerëzit dolën prej fesë dhe nuk dëshironin që ta japin zekatin në një pjesë e madhe, të cilët ishin me Muselimetul Kedhabin, dhe ky bjen domethënë shahid në këtë betejë. Shkon te Allahu xhalla xhelaluhu. Llogaritën nga hafizat e mëdhenj dhe humbja e tij humbje e madhe. Ubej ibn Ka'b. Jo, edhe ky me vërtet ka qenë njëri prej atyre, mirë po që ajo shkon mend ajo. Muadh ibn Jabeli. Jo. Edhe pse është nga ata që është porositur për me marrë Kur'anin, po jo. Kush tha? Qysh? Salim Maula. Salim Maula Abi Hudhaifa. Bravo. Kjo është Salim Maula Abi Hudhaifa. Bujrën. Sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Salimi. Salim Maula Abi Hudhaifa. Pse i kanë thonë Salim Maula Abi Hudhaifa? Por arsye se ky është rritur, dhe më thonë Abu Hudhaifa ibn Utba radhiyallahu anhu, ky e pat rritur këto sikur fëmijën e vet, por sikur që është e njohur te na birshpirti që i thojmë te na, e ka marrë birshpirti që i vogël, gruaja bashortja e Abu Hudhaifës e rrit Salimin që nga fëmijëria e tij. Mirë po, kur zbret ajeti Allahu xhela xhelaluhu që të ndalohen të thirrën ato fëmijët të cilët janë të marrur birshpirta, e ka ndaluar Allahu xhela xhelaluhu të thirrën biri i filanit, por ai nuk është biri i atij. Se me qenë biri, ka qera rregulla, ai që është birshpirti nuk është biri i atij. Allahu xhela xhelaluhu tha ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Thirrni në emrat e baballarëve të tyre, ajo është më e drejtë te Allahu xhela xhelaluhu. E ke marrë birshpirti, mirë po ai është i filanit, është i dikuja. Tamam? Dhe nga aty të gjithë e ndryshojnë emrin e Salimit, ose një ashtu dhe një sahabi tjetër i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë që i kanë thonë atij sahabiu, i kanë thonë, kjo le të jetë si pyetje, domthonë për një libër tjetër. I kanë thonë atij sahabiu djali Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Zeidi ka qenë në sahabi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka aq shumë, domethënë ka rritë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shërtori pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që e ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë derisa i kanë thonë djali Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kur vjen ajetet
e Allahu xhel xhelaluhu për ndalimin që të thirrën ai që nuk është fëmijë e jot, ai nuk është fëmijë e jot. Dhe i kanë thonë Salimit pra Maula Abi Hudhaifa. Do me thonë i rrituri me thonë apo si shërbëtori i tij vazhdimisht që e ka rritur, do me thonë me ta Salimi Maula Abi Hudhaifa. Njeriu i cili e donte Kur'anin shumë dhe e lexonte Kur'anin shumë, derisa sahabët e pejgamberit Allahut i dhanë përparësi pra dhe në imamllëk kur ishte, edhe pse e kanë thonë Maula Abi Hudhaifas, mirë po, do me thonë vlerën që ja ka dhuruar Kur'ani i Allahu xhel xhelaluhu. Nëse kapmi për librin e Allahut, se me të vërtet Allahu xhel xhelaluhu ngren vlerë me Kur'an. E transmetoni Imam Muslimi nga Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili tha se inna Allahe, tha se pejgamberi ka thonë inna Allahe yad'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharin, apo yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Tha Allahu xhel xhelaluhu ngren popoj me këtë libër dhe ul të tjerë. Kushdo që kapet për Kur'anin e Allahut, e mëson ato edhe punon me ta, me të vërtetë se Allahu xhel xhelaluhu jep vlerë. E shihni namazit natës pse vlerë? Për arsye se në ta lexim i Kur'anit shumë. Namazi i natës vlerën e ka që të lexohet Kur'an. Dhe këto të gjithë e dini. Sa më shumë në këmbë që të lexohet Kur'an në ta. Dhe një ashtu të bëhet dua e të qëndrohet në sejdë. Pra gjitha kjo është mirësia me të cilën një adhuron Allahu xhel xhelaluhu këtij sahabiju. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft. Një pyetje për të xhvid, se prisën të levet për me e boni të xhvid. Tamam, edhe e mbyllim. A janë të levet këto jo? Edhe për tjerët gjithë ju. Pyetja është kështu. Nëse pas nuni sakinit, nuni me sukun pra, dhe tenvinit en in un, vjen shkronja B, çfarë rregulli artikulohet apo bëhet? Kush është ai? Kush? Në gjatë, se pas këndisi rregulla. Bravo. Bravo, mashallah. Pra nëse pas nuni sakinit edhe të nëvinit, vjen shkronja B, bëhet iklab. A ka dini talebe që më na tregu çka është iklab pro? Apo jo? Ku janë burrat e Kur'anit që mësojnë Kur'anin e tajvidin? Shëndrim për mbysje. Shëndrim prej në çështje tjetër, tamam? Pra shëndrohet nuni sakini dhe tenvini, nëse vjen pas tyre, pra bëja, apo nëse nuni sakini dhe tenvini vjen para bëjës, ato shëndrohen në mim. Allah më shpëlbej. Bëjën. Kaq për sonte, e inshallah pra shpresojmë që nesër, sikur që është e njohur te nata e Kadrit, e 27 natë, por na shpresojmë inshallah që të jetë të mundohemi që ta shfrytëzojmë e përgatituni mirë dhe bëni dua që të shfrytëzojmë që këto netat të cilët na kanë ngelur vëllezër, mos i lini pa i shfrytëzuar. Allahu ju shpërbleft, Allah nderoft, drejtohemi që të bëjmë edhe pak namaz, Allah.